Në regionin më të gjerë të Gostivarit vazhdojnë të operojnë mashtrues të ndryshëm, të cilët i mashtrojnë qytetarët në forma dhe mënyra të ndryshme me qëllim për t'u marrë parat. Rasti i fundit ka ndodhur dje kur një banor i moshës 80 vjeçare nga fshati Llomnic me inicialen NH ka denoncuar në polici se po të njëjtën ditë në bulevardin Vëllezëri Tigjinovski, në afërsi të shtëpisë së kulturës në Gostivar, i është afruar një person i panjohur dhe i ka kërkuar ndihmë për të rregulluar pensionin e bashkëshortes. Me këtë rast, ai ka kërkuar dhe i ka marrë të moshuarit 2700 denar dhe më pas edhe 50 euro, gjoja se për të paguar një të punësuar në fondin për sigurim pensional. Pasi merr parat, personi i panjohur largohet nga vendi i ngjarjes dhe nuk kthehet më, ndërsa 80 vjeçari atëherë kupton se ka rënë viktimë një mashtrimi dhe menjëherë e denoncon rastin në polici. Këta të fundit kanë marrë të gjitha masat për identifikim dhe kapjen e mashtruesit. Nga fillimi i vitit dhe deri më tani në policinë e Gostivarit kanë raportuar 5 raste të mashtrimeve. Viktimat të mashtruesve në të shumtën e rasteve rezultojnë të jenë personat më të moshuar, të cilët pa asnjë kusht u kanë besuar historieve të mashtruesve, ndërsa këta të fundit kanë marrë para me pretendim se do t'ua kthejnë. Nga ky nivel, sektori i punëve të brendshme të DOV apelon tek qytetarët që as pak të mos lejojnë kontakte me njerëz të panjohur, të mos ju japin dokumentacione dhe të mos ju besojnë trillimeve të tyre. Kjo për shkak se në regionin e Gostivarit në rritje është numri i mashtruesve të këtill, ndërsa më e rrezikshme është mosha e tretë.